Janë dy arsye pse e kam marrë 1968 si vit. E para është pse ish drejtori i Spitalit Prishtinës, që ka qenë sigurisht me përjardhje shqiptare, si shumica e malazezve, Branko Zogovic, edhe ai për herë të parë e kishte pas porosit, e ka porosit në vakt bombën e kobaltit, që o konë një trajtim me terapi supervoltazhe, por me burimet hapura. Se nuk kanë qenë këta akceleratorë që kanë arë ma vonë, atër ka qenë kjo faktisht teknika ma moderne e asaj kohë. Edhe e ko marrë qëllimisht që ajë në 68-ën, ajë bombe kobaltit, kishtë arë dikun depo të i nishit dhe dje dhe së interesu kush me marrë. E dyta, vlen të përmene që po i njëjti drejtor, ku është sot që uja, këtë ma ka thonë doktor Hedvig Kadriu, se kish pas rastin me taku me një rast kur ja ka nda me një e shkolla e mesme i mjekësis, ai i ka nëzirë, do më thonë i ka registru në emën Spitalit Prishtinës 65 hektarë, që janë sot ku e sot që në mënyrë që të bëhet me kur jemi tek Hedvigu, le ta përshëndesim sepse është studenti i pari diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë, doktor Hedvig Kadriu, le ta bëjmë të pasën. Dhe në realitet kjo edhe dyta ka qenë se atë vit ka qenë plani që të filloj viti i pari Fakulteti i Mjekësisë. Një grup kemi qenë dikun over 120 student që kemi majtë para pregaditje, kemi, biologi, fizik, tja din ato provimet pranuse. Po, pati deshti që të shtyjet për një vit. U shtyjet për një vit, shkove konkurove në Beograd pastaj. Na shkum një grup bukur i madh. A u pranun shumë veta? U pranun, normal u pranun 3. Mesin e tyne nuk isha ason. Por me intervenimin e me tasaj kua, për duket ka qenë kryesit Jugoslavisë Fadil Hoxha. O rrit numri. Edhe kanë pru vendim që mi pranu 20 student që kanë pika ma shumë, edhe jemi pranu një kontingent i mirë, i mjekve në atë kohë. Edhe ai grup i mjekve, mas luftës, mas shlirimit, gati çdo vjetë kemi pas takimet përhershme. Vazhdon kjo kronologjia që na keni shkru këtu. Në 79-ën, seksioni onkologjisë, kuadër shoqatës mjekëve të Kosovës. Shife me çfarë emrash fantastik. Profesor doktor Elizat Rishi, profesor doktor Besim Slamniku, profesor doktor Gjemal Bajraktari, profesor doktor Binak Kastrati, profesor doktor Hashim Maluku, gjigantë më dhejtë, gjithë profesor, si puna ju, që po na i kryonit shtyllat e asaj që ne sot e kemi për detyrë ta kultivojmë, ta ngrisim, po me 11 mars 1980 themelohet kjo shoqatë. Po punën, pastaj i ke poshtë emrat në vitin 1984-86, keni punu shumë në krye me juve në realitet. Kemi punu mjatë, në 84-86 kemi pas edhe kryesinë e lidhës shoqatave kundër kancerit Jugosllavisë. Në atë kohë ka qenë kryetar i atij asociacioni Nazmi Mustafa, ekonomisti, e unë kam qenë sekretar i atij asociacioni. Mu më kujtohen koncertet që i organizum dhe ajo ndërlidhe edhe shpirtërisht me mua se e isha student në këtë periudhë dhe me patjetër që ishte gjë shumë e rëndësishme. Onkologjia të ka sjellë edhe shumë emocione gjatë, se s'ke resht spunuari, po s'ke heq dorë asnjëherë. Edhe në ditët e vështira kur i patëm të robrisë, edhe të... Po, në vitin 1981, edhe pse isha i vetmi specialist në shërbim, pas një vjetë gati që kisha ardhur administrimi i dhënshëm, më larguan. Madje ai që ishte... 91? 91.
Sepse është interesant në vitin 81 ju një asistent, profesor. Në vitin 81 jam zgjedhur si asistent. Si asistent. Po them sa i përket kohës okupimit. Edhe ke marrë guximin me majt ka 1 minutë heshtje me çdo grup për të rënët në demonstrata për... Ajo është një kujtesë që unë e them vedia kombëtare ka qenë shumë nivel lartë të studentët tonë, në veçantë të fakultetit mjekësisë, sepse të marrësh 1 minutë heshtje edhe mos të spionoj askush. Kjo dërgon që ka qenë, dhe me thonë, vërtet kanë qenë studentë. Se gjithë populli në akon me lirin. Dhe me thonë, po ka mujtë. Ka pas edhe asi që janë konë kundër, po unë po flasë për fatkes. Për studente e fakultetit mjekësisë kanë qenë vërtet, bilin në atë grupë, unë e kom pas ishë ministrin, Ferit Agoner, e kom pas a kanë qenë një generatë shkëlqyrë që janë edhe sot, ha? Në ishëm si Shamsedin Dreshaj. Ka qenë një grupë shumë, ka qenë edhe plot tjerë që ka... Jo, so fuleje, për plot të tjerë që... Profesor, një monografi shumë e rëndësishme, e shkruar, sigurisht të është da shumë punë. Sa vite ke punu në këtë monografi? Unë drejta nërë, këto janë... Apo ke punu shumë vite dhe i ke mbledhë? Fryti i shumë viteve, e mandej i kom mbledhë, i kom sistemu, e kom bërë një projekt, e tash i kom qitë gjitha në vendin e vetë. Me gjitha të, ka qenë e vështirë me konceptu, me ndërtu një histori thjesht shkencore, në një vend ku dokumentimi është edhe i mangët, ku na i kanë hupë shumë gjëra gjatë robrisë. Kom pas edhe vetë dokumentacione që i kom rujtë prej periudhëve ndryshme të prej viteve Kemri me i rujt. Edhe shpëtun edhe gjatë luftës. Edhe gjatë luftës kanë shpëtu se kur ikem si shumica prej neve, gjëja e parë që ka qenë marrja dokumentacioneve që këtyre Kemri me i marra? I kom qitë një valizë dhe gjatë të konceptuarit, të shkruarit, të pregaditjes kësaj monografie shumë të rëndësishme, se flet për 2 segmente, me thonë, edhe në onkologjin dhe radiologjin, tepër të rëndësishme në botën e shëndetësisë, të mjekësisë, të mbrojtjes së shëndetit, edhe të shërimit më pas. Cili ka qenë kapitulli që personalisht e ke përjetuar me më shumë emocione gjatë pregaditjes kësaj? Që të ka këthy mrapa, të ka bërë më nostalgjik, të ka emocionu? Kapitull nështë i veçantë ka qenë aji kohës okupimit. Aty ka qenë një situatë, një gjendje e rëndë se pacientat mbetën faktisht pa shërbimin tim si specialist i vetëm që isha atër, edhe mora rrugën e Tiranës dhe kontaktova me kolegët atje të Shqipëria mamë në Tiranë, një koleg i imi dhe miki imi Astrit Ali Mehmeti në fakt e organizoi takimin me ministrin atërshëm Tritan Shehun, edhe prej atëherë ka fillu që pacientët tonë që kanë shku jo veç onkologjik, po gjithë tjerë i kanë pranu si pacient e Shqipnisë. Të gjithë? Po. Kështu që... Vini njerëzit sigurisht konsultoheshin me juve, keni pas në një pika të herë në këto ordinancat private që i kryum në për shpia, në për podrume, në për... Po, unë e kam punu shkurt, thëmë drejten, se në fillim viteve 90 a ishe aktivizum në aktivitetet sindikale BSPK, kam qenë si përfaqësuesi i shëndetësisë nivel qendror, si nënkryetari i Këshillit Ekzekutive. BSKP është Bashkia Sindikatave të Kosovës, sepse ka gjenerata të reja që se din që ka qenë kjo. Bashkia Sindikatave të Pavarura të Kosovës. BSPK. Bashkia Sindikatave të Pavarura. Sindikatave ka dhe sot, dhe duhet kuptuar që ka qenë koza problematike, e vështirë, u duhet me shtërngu profesor për me hi aty. Ajo, është vërtet se faktikisht gjithë ne që
kemi qenë aktivist, kemi qenë edhe të përcjellën non-stop. Sigurisht. Të monitorum. Ke pas edhe vit kuqe prej gjyshit, prej babës, i përcjellur ke mujt me qenë çdo kohë. Po, është fakt, kemi qenë si to familjet, tashtu që i quishin nacionaliste, dentiste, kanë qenë, por fati është që shkollimin s'kanë mujt, ose s'podi, ose ish, po thëmë, e periuda kushtimisht them e viteve 70-ta që ndryshoj sa i përket viteve të përparme, kështu që shumica jemi shkollu edhe si shtë një kushëri i lartë imje, ju bicet ja keni po hojrin burgut plezve, se që kanë pranun punë, keni shku në shkollë. Atëri keni kry shkollat, keni ledzu shumë, edhe keni ledzu shumë sigurisht. Profesor, tashi dëshira ishte që trajtimi radiologjik në këtë rast, i pacientëve që i takonin onkologjisë, pacientëve me kancer, me lloje të ndryshme të kancerit. Këj dëshira ishte një ditë me bon një klinik për trajtimin e kancerit në përgjithësi, sepse ishte dhimbje e madhe, shkonim në përbot, ose s'kishim ku me shku fare, edhe keni mrit deri diku në krijimin e shoqatës të institutit, fillimisht në letra. Të drejtën aktiviteti i shoqatës i fundit ka qenë në kuadër të mujt mars ne e organizonim, atër tash e kanë këthy në tetor me moton gur bëhet instituti onkologjik. Edhe po atë vjetë qeveria të hershme i ka leju 2.400.000 euro. Cili vit është? 2004. 2004. Edhe në vend se me fillu me ndërtimin, e i bjenë sigur se s'ki shpihi që mi ble o rënditë. I kanë ble pa pelqimin tonë, i kanë ble aparatura. I kanë ble aparatura cilat kanë qëndru dikon over 4-5 vjetë dhe i sa më ngriti instituti e tjera.